Buçim në bu CHI CHI podcast. Më ka thënë që Lul Basha mendonte që çamëria ishte e kohës i lire, dhe thoni ama se janë këta që duan tokat i lire. Pse duhet të ketë frikë njeriu nga kjo lloj gjëje? Edhe un kam ndërmend të krijoj generational wealth, ase kam fare frikë si gjë. Shikoje çfarë të sjellë pa vetëdijshmja jote, si e dallon këtë gjë? Një, kur je duke bërë punët rutinë, për shembull larja dhëmbëve, larja pjatave, ADD, OCD, depresion, ankth, BPD, nuk i besoj shumë këtyre etiketave. Po që ka një çrregullim, një çbalancim të gjërave të mrokllave këtu brenda dhe të kimikateve këtu brenda, nuk është ndonjë problem i madh. Mirë thon ata, fukarallëk maskarallëk. Unë nuk po them se jam veti i pasur, po e kuptoj mentalitetin e disa të varfërve që meqë s'kam unë mos ket tjetri. Meqë s'kam unë as shtëpi mos ket askush prona. Jo vaj bëri një veri që ja hoqi pronën private dhe e rishpëndau. Jo më vlla, një sekond. Buçim në CHI CHI podcast. Përshëndetje përsëri miq, kjo është pjesa e dytë me Darion. Pjesën e parë juve mund ta shihni, e keni në link edhe në këto tickets që dalin këtu në YouTube për ata që dëgjojnë edhe e shohin nga YouTube. Dario, për të vazhduar të njëjtën bisedë, domethënë. E diti që e paske shumë mirë atë pjesën lëre cold turkey ose pul deti të ftohtë edhe do ta duash se a e do vërtet apo jo? Po. Unë atëre kur ka funksionuar me mua të paktën. Po pra, këtë do të them, ka funksionuar me mua dhe unë se dija që ishte taktik domethënë. Për çfarë ke pasur në lidhje me inxhinierin? Podcastin më. Jo, për inxhinierin po, domethënë, e kam pa ato dukeshin kështu, domethënë, atyre ja fishoja rebelimit. Është paktën quantifiable. Është mund ta masësh suksesin në mënyrë objektive. Po, edhe podcasti po, se ka shifrat e viewsat e tjerë, megjithëse me Shadowbanin mund të jesh podcasti më i mirë në Shqipëri, por këtu doja të di levelit. Me Shadowbani për shembull, unë kur fillua që domethënë ra grop komplet fare, edhe po ta vësh re edhe në datat nga YouTube-i nuk duken ata, po duken nga Patreoni. Datat e regjistrimit nga Patreon normalisht i ngarkojnë përpara. Kishin pjesë goxha shumë gjatë, domethënë që kisha regjistruar një muaj gjysmë, isha i dëshpëruar o plak, isha shumë i mërzitur, nuk më bëj, thoshte ç'mund t'i ndosha unë, ç'më duhet mua me të punë etj. Edhe një ditë që ka qenë ai podcasti që e kam bërë nga makina, literalisht, që është vetëm audio. Domethënë isha në trafik o plak, edhe gjëja e parë që më vajti mendja, pra as nuk po dëgjoja podcast, po dëgjoja muzikë. Domethënë që nuk gjëja e parë që më vajti mendja, thashë çfarë bëj do bëj podcast tash. Në makinë një të hapur Riverside, domethënë record, edhe një gjysmë ore 40 minuta domethënë, kur kam zbritur nga makina, nuk e di, të betohem plak, a kam ndier aq i lehtësuar. Jam ndier aq okay. Është çik se unë e njoh nga psikologjia e addictionit, nga psikologjia e varësisë. Çdo gjë është një lloj gjë që të mbush një e zëm se kemi 6 kupa. E shpjegon edhe njëri bukur këtë pjesën e përmbushjes ose lumturisë. Edhe janë 6 kupa, njëra ka testosteronin, për shembull, që është kënaqësia seksuale. Tjetra ka dopaminën, që është motivimi kognitiv. Tjetra ka serotoninën, që është lumturia familjare, dashuria etj. Tjetra ka receptorët opioid, që janë kundër dhimbjes dhe qetësisë. Tjetra ka receptorët kanabinoid, që janë receptorët e shoqërimit. Edhe po mendoja, këto 6 e kanë dhe një kup tjetër shpirtërore që nuk janë as neurotransmetues as kimikate, por është kupa shpirtërore e njeriu dhe njeriu kërkon gjithmonë ta mbushë me diçka. Nëse me të tjera mund t'i mbushësh me kimikate, për shembull dopaminën mund ta arrisësh me stimulantë si kokaina, aderolli etj. Këtë grupën ose këtë kupën boshe metafizike, po themi, që nuk mbushet dot nga kimikatet, do ta mbushësh me pasion, me art, me gjëra që të përmbushin shpirtin, dhe ti prandaj je një ndjer i lehtësuar sepse të ka niveluar ato gotat. Po bile edhe siç e them përpara, faleminderit që e the ashtu njerëz se tani po më bën të më dyshje edhe veten. Un kam
një gjysmë fletore kështu të hollë që kanë mbushur me bite komedie, edhe është e di tash edhe dëgjuesit që mua nuk ma mban bythat vete në open mic, jam chicken shit akoma, nuk më është mbushur mendja. Edhe e njëjta gjë domethënë, se mua edhe kur jam në kantier, një telefon kam me vete, edhe nga që është ftohtë zakonisht nuk i shkruaj dot i me voice recorder, domethënë edhe jap një short story që gjithkohës edhe kam vënë re që her pas here më vjen valla, unë as nuk si për shembull kur je në makinë ose kur je në kantier nuk është se po shikon Louis C.K. apo ku dëgjon Bill Burrin edhe do që të bësh si ata. Ti je domethënë komplet në një ambient tjetër ose je në habitatin tënd natyral edhe prap të vijnë gjëra domethënë. Shumica e këtyre normalisht ka lidhje me atë që je duke bërë në atë moment domethënë. Po unë kam para gjumi, domethënë aty mund të shikosh dhe mund për të kthyer kjo ajo se si do ta dalloj personin se si çfarë do bëhet në jetë ose se çfarë do ketë primare në jetë. Shikoje çfarë të sjellë e pavetëdijshmja jote, e pavetëdijshmja jote mendje dhe si e dallon këtë gjë? Një, kur je duke bërë punë rutinë. Punët e rutinë, për shembull larja dhëmbëve, larja pjatave. Ti ke Jeff Bezosin që sot e kësaj dite lan pjatat, bën rutinën e larjes së pjatave, bën me dorë, pakën sipas e tij, sepse i bën një trik trurit që kur vendoset truri në autopilot, që bën diçka në mënyrë automatike dhe truri vazhdon me pjesën tjetër, në atë moment vini idet më të mira, që aty vin për biznes. Në atë rast, i aktivizohet pjesa kreative e trurit, i aktivizohet e pandërgjeshmja dhe i vin në sipër në sipërfaqe ide të reja në lidhje me biznesin. Në lidhje me fushë si spektakli, pra podcasti në rastin tënd, komedia, filmi, edhe ne mund t'i vëmë re kur jemi duke bërë një rutinë. Këtë e di dhe nga shkolla e psikologjisë që kam bërë, po e di dhe nga Jeff Bezosi. Këtë e dallon domethënë kur je në gjumë, je gjanë në një fazë që je më afër të pavetëdijshmes tënde dhe truri do prodhoj ose do nxjerrë në sipërfaqe gjërat më të rëndësishme, se si tip pastrimi që i bën truri memorjes, po themi, ose kur je duke bërë veprime të zakonshme, duke i dhënë makinës, duke bërë diçka që pra ja ka dokumentacionin janë. Në shumica e këtyre mua më ndodhin ose kur jam timon, domethënë që është thjesht diçka që ose nuk kam ndonjë podcast që doja ta dëgjoja, domethënë se ka dalë episodi Joe Roganit apo tjerë. Edhe më vjen atje ose në punë kur bëj dokumentacion. Kur bën dokumentacioni për shembull është diçka që është rutinë, është monotone, e ke parasysh edhe nuk është se do të përdorësh trurin, domethënë dhe që i themi ne na ju qirë temën këtu të vetë merja domethënë. Po pra, kjo është shkenca pas ardhjes së ideve. Dhe pas ardhjes së ideve në lidhje me pasionin që njeriu ka. Pikërisht në momentin kur ke rutinë, edhe në momentin që je para se të flesh gjumë, atëherë vijnë idetë më të mira, se nuk është se vjen njëri me frymëzim në mënyrë kështu magjike që të zbresi një ëngjëll apo ku ta diun. Ashtu vjen edhe. Mos them edhe në banjo. Pa dashur ta bëj banale, ta bëj banal frymëzimin artistik si gjë, po frymëzimi artistik vjen edhe në banjo, përse rutinë është ajo. Duke lar dhëmbë, duke bërë dush. Po bravo. Mund t'i duket njerëzve e çuditshme, po ashtu funksionon. Njerëz jemi prej mishi, prej kockash, punojmë, ham, flam, bëjmë jetë njerëzore. Të qëndrojmë çik te kjo podcasti. Ti kishe disa kohë domethënë që bëje nuk e di nëse quhet podcast, ishte më shumë si show më duket, më kishin disa elemente të shtesë. Po, ishte më shumë emision i strukturuar, merreshim nga një temë. Me atë djalin, atë vajzën më shumë tjetër, domethënë Albin dhe Afjolën. Po e lam se nuk mund ta bëja pastaj vetëm. Ishte edhe çik faji im sepse i mësuar me rolin e regjisorit, nuk e mora parasysh që ka tjetër mënyrë komunikimi, realizimi i një spektakli të atij formati në raport me realizimin e një filmi. Se në film, kur je regjisor, pret që të marrë që këshillat e tua të merren si direktiva. Në atë format nuk ndodh diçka e tillë, sepse ishte faji im që nuk isha mjaftueshëm i qartë ndoshta me kolegët. Po edhe nuk ka qenë në momentin, disa gjëra ti sjell fati ose Zoti në mënyrë të tillë dhe të mbyll një derë këtej dhe të hap një derë andej. Kështu që nuk është se e vras. Po mendon se është e përkohshme apo e përhershme? Do ta rivizitoje në të ardhmen përsëri?
do ta rivizitoja si mundësi, po mendoj që ishte thjesht një përvojë për të parë se ku jam, a jam në gjendje të realizoj një emision vet, po do t'i rikthesha ndoshta në një formë tjetër, pak më serioze, pak më të koordinuar, se ne morëm çik kështu, duke vendosur 3 kamera atje, duke i dhënë rekord të trejave njëkohësisht, duke vendosur mikrofona dhe pastaj duke bërë montazhin më vonë, pra zgjodha rrugën më të gjatë për të bërë diçka që mund të bëj shumë thjesht me celular, po themi, ose me laptop ose me live stream. Podcasti ka atë që duhet ta mbash në fillim sa më thjesht, domethënë. Bravo. Ky është dhe gabimi dhe fillova duke u lodhur, duke u bërë burnout, se rria xhiroja zëm të shtunën, të diel, të hënë, të martë, montoja pa gjumë, dhe të mërkurën ose të enden e postoja. Po ta bësh një herë në javë këtë, aq është java. Më kupton? Unë e di se heq në kuriz vetë dhe përpara se të bëja atë abonimin, domethënë në Riverside, që gjysma u mundësua edhe nga Patreonët, nga babuçet e Buçi Podcast, që i përshëndesim gjithë, faleminderit shumë. Plak shkurtimi i kohës direkt për gjysmë, domethënë, sepse ai e ka transkriptimin me AI. Ti normalisht të gjithë tekstin në tërësi do e editosh vetë, sepse AI në gjuhën shqipe ti e di se si është. Por që të kursente jashtëzakonisht shumë kohë, të jepte video të vogla, të jepte këshilla, domethënë që mua zakonisht më zgjat se 3 ditë, domethënë ajo pastrimi, edhe në këtë rast tani më zgjat 1 ditë. Po të ulem domethënë 4 orë e mbaroj. Përveç këtij episodi të fundit ose 3 episodeve të fundit me Uliadin, për shkakun që ishte gabimi im që nuk e kisha dalluar, që kisha problem teknik, domethënë, edhe ishte audio në tokë, mundosha ta u ktheva andej këtej lart poshtë, derisa e gjeta një opsion të mirë. Zakonisht domethënë veglat të ndihmojnë shumë, domethënë, edhe ndryshe nga shumë të tjera. Për shembull, në momentin që ne regjistrojmë, ky është një mikrofon tonor që më ka bërë dhurat një miku im, një fansat e parë të fansat. Nga ndjekësit e parë të podcastit, edhe kamera është telefon që është lidhur me një webcam që lidhet me laptopin. Është, domethënë, unë ato pak resurse që i kam pasur i kam kanalizuar të gjëra, domethënë që mirë je inxhinier, se mendon dhe si inxhinier, po kur je megjithëse regjia formë inxhinierie e filmit është. Është menaxhim i tërësishëm. Je një drejtues i mirë, di se si ti koordinosh gjërat dhe të gjesh të bësh problem solving në këtë lloj fushë që është podcasti. Po në rastin tim unë mora çik se duke u lodhur fillon të kalon nga ana e kaosit, e pastaj nga kaosi kalon në përtatësi ose në lëre fare. Edhe i thua vetes se s'ka rëndësi si gjë dhe po e lë. Kështu që po mësoj dhe nga ty në këtë rast, i marr gjërat çik më thjesht dhe më shtruar, se nuk kam ndërmend të vdes para Premiere Pros. Unë me mendja që të paktën nuk e di për të tjerë, por të paktën në formatin që kam unë, domethënë, mendoj që koha mundi dhe le të themi ajo shtyrja e vetes deri në burnout duhet të shkoj tek materiali, te sasia e materialit. Pse e them këtë? Unë nuk e them këtë për faktin se të bëj bampe dhe nuk ka rëndësi çfarë del. Jo. Ideja është që sidomos kur je inxhinier që nuk e ke iden fare valla, as si funksionon televizioni, as si funksionon asnjë lloj gjë. Unë isha komplet ignorant kur e fillova, domethënë, në kuptimin e plot të fjalës, negativ, neutral, merre si duash, domethënë, nuk dija asnjë lloj gjëje. Por në momentin kur ke material mjaftueshëm me të cilin duhet të punosh, ndihesh keq ta lësh barr aty, domethënë që mos të bëhet asnjë gjë, edhe detyron veten, pastaj thosh që dale valla se unë e bëra këtë, fola 1 orë, fola 2 orë, pse mos nxjerrun diçka të bukur nga kjo. E fillon provon gjëra të reja, domethënë do vi koha nesër pas nesër që edhe do delegosh. Tani po ecin gjëra të mira, ashtu që kam qef unë të vej, unë dua që ta delegoj faqet e social media, unë s'dua të merrem fare, nëse do e kisha në dorën time me ato, domethënë. Por që si jemi atje, jemi shumë larg asaj akoma. Deri në atë pikë, domethënë, vetmja gjëja që mund të bëj unë është që të vazhdoj të kem të njëjtin kuriozitet që kam për të biseduar me njerëz dhe të krijoj material mjaftueshëm që ta bullizoj veten që ti editoj, ti pastroj edhe ti postoj domethënë. Edhe kjo është teknikë e mirë, bullizimi i vetes, domethënë për te konotacion negativ. Po është kjo psikologjia politikisht korrekte që ekziston nëpër internet, kështu kundër bullizimit e tjerë, që
unë kam bërë psikologji, i lexoj libra psikologjik, po në një farë forme mund të themi që këto metodat tona tradicionale na janë ngulitur sa kemi qenë të vegjël, që e bëjmë gjën duke u motivuar nga diçka që në pamje të parë është negative, si për shembull bullizimi apo tallja apo vendosja në siklet, ajo që theti më parë, ore nuk e çikse dhe mos këndo më valla kur e ke zërin e keq. Këto, domethënë këto vlera tradicionale toksike që kemi janë tulsa, janë Se vegla. di në qoftë se, shiko, varet edhe se si i përdor burileu, e kupton Pra, se janë energjia tulsa. nukleare është për të prodhuar energji Bravo. elektrike dhe për të vrarë njerëz, e kupton? Bravo, pra janë vegla që i përdor në mënyra të ndryshme. Unë them, provoj të përdorim këto, edhe frikën. Frika është motivues jashtëzakonisht. Frika ruan vreshtin, thonë pleqt. Po, ta thonë tash jo, po mos ki ankth, mos ki depresion, po më fal, më gjej një njerëz të ki ankth. Ki ankth dhe luftoje. Ki ankth. Jo luftoje, përqafoje, mësoje se çfarë është dhe ajo energji e ankthit ty të bën të bësh mrekullira, po themi. Ta kanalizosh pra. Po, ta kanalizosh. Kundalini. Quajni çfarë doni, përdorni këtë terminologji të doni, hapja e 7 chakrave, syri tret, gjetja e Krishtit brenda nuk më intereson. Bëjeni. Gjeni atë bësh, po. O Dario, po më ke thënë të episodit, nuk e di, të episodi parë, më duket kemi cekur diçka që doje të bëje, nuk e di nëse ishte një farë lloj emisioni ose podcasti diçka me RTS-n, TV-shën si quhet tash. Domethënë, apo ndoshta kanë pasur fjalën podcastin ta kalojnë në televizion, po jo nuk e di ke RTS-ja. Mbase më shiksuar mua kot, domethënë. Nuk e di, jo, në televizion, po qofse se kam produktin të hedhur online, është e kohë, du ta nis njëherë nga para në vetë, domethënë duke ristrukturuar stafin ose duke ristrukturuar formatin, ti bëj çik gjëra çik më të thjeshta nga ana teknike dhe pastaj ta katapultoj në televizion. Po për momentin jam ridashuruar me filmin, le të themi, ose i kam kujtuar vetes që qëllimi im primar është filmi. Dhe dua të bëhem më shumë regjisor se sa këto gjërat e tjera që dhe stand-up komedianin e kam qef. E provova, aq herë sa e kam provuar, kam dalë mirë, disa herë kam dalë jashtëzakonisht shumë mirë, stand-upin e fundit. Mos tregosh shumë modest se ke dalë goxha mirë domethënë. Vjet, domethënë, do rikthehem dhe si vjet me kismet Zotit se është vetëm syshi aman, se do shkoja në Zvicër dhe nuk vajta, apo nga që nuk thash me kismet ose në dash Zotit. Është dhe mësyshi, është ekziston. Mësyshi is real people. Nëse e pash si jam në këtë fush, por mendoj që ke filmi më duan dhe njerëzit që më njohin mirë. Për shembull, pedagogu im i regjis Joni Shana, ai ma kujton her pas here. Unë që nuk të njoh aq mirë sa të njeh ai pedagogu, mua më mungon çik ajo ana e stand-up comedy, se unë jam kështu edhe stand-up junkie, domethënë që duhet dali vet, nuk ja sforcoj dot vetes, domethënë se mund të ulem dhe sot ta bëj një skenar për një natë stand-upi, por nuk kisha në atë fazën, siç të thash, do bëj këtë filmin që ka plane folklorike, që ka gjëra në lidhje me shpirtërorën e tjerë, duhet të futem në atë aurën, duhet të izolohem dhe të mbështillem bashkë me materialet folklorike, të valleve, të kostumeve e tjerë dhe pastaj nxjerr diçka. Në rastin e komedisë unë jam shkëputur çik fare komplet nga bota e stand-upit dhe prandaj edhe nuk kam bërë gjë vet. Por po të fokusohem dhe ta mbështjell sërish veten me të njëjtën lloj aure të nevojshme, e bëj diçka të mirë. Dhe kjo është për të thënë që në fundit talenti është thjesht 1% e asaj që po nuk diskutohet. Prandaj Cristiano Ronaldo është më i mirë se sa Messi. Është praktik. Në komente nëse keni kundërshtime për to. O Dario, duhet të ndalem pak me një anën tënde më serioze, do ta quaja unë, domethënë që është pjesa e aktivizmit, le të themi, ose politikës, ose mund të quhet politikës tradicionale apo ku dëgjon? Politik atipike, aktivizëm politik atipik. Në rastin tim, duke qenë se opozita PD-ja një nuk ekziston. Me PS nuk kam punë. Nuk kam punë. Gjithmonë me pozitën nuk kam punë, me mazhrancën nuk kam punë dhe jam një lloj opozitari në mënyrë pasive ose aktive.
ose më shumë jam apatik ndaj pushtetit. Ama më pëlqen që disa gjëra që unë i besoj vërtet, ti shikoj të vëna në zbatim. Në parlament jam përfshirë me shoqatën patriotike Çamëria dhe Partinë Drejtësi, Integrim dhe Unitet, që njihet ndryshe si Partia Çame, që është një parti atipike që merret me Që çështjen të theksojmë që ti vetë je me origjinë çame, domethënë. Vet jam me origjinë Që ta Çame. kuptojnë, për të dhënë kontekst. Mua më është afruar kryetari i Partisë Shpëtimi Drizi nga që ka lexuar për shembull postimet e mia, ka vënë re diçka. Postimet mia në lidhje me religionin, në lidhje me artin etj. Të shumë llojshme. Po, Do të ngacmojnë çik pra. ka një lloj, Më kujton që sa haroj. ka një lloj afrimi pra nga ana e shpëtimit Drizit. Po themi rekrutim talenti, mund ta quajmë ashtu. Okej, biseda interesante 2-3 herë. Provoje tash të dalësh të flasësh për çështjen e Çame tek X fjalim në parlament. Aty pata fjalimin tim të parë. Si të duk plak? Mu duk e thjesht sepse si ndërtesë, unë e di që ajo ndërtesë në ditët e saj të zakonshme është e mbushur me lloje soj specish. Po. Ndaj të cilëve unë për shumicën e tyre nuk kam fare respekt, se janë politikanët shqiptar dhe nuk kemi Me të fare, drejtë. dhe nuk kam fare pse të kemi respekt. Në atë rast ishte me 90% njerëz dashamirës të çështjes Çame, pra njerëz apolitik po themi, dhe një pjesë dhe deputet që ishin të ftuar nga të dyja kampet. Ishte dhe Ervin Saliani me sa mbaj mend. Të PD-s dhe të PS-s. Dhe isha i sigurt domethënë që edhe po të ketë deputet, unë për deputetët se vras më ngjen fare. Po s'ka deputet, unë i dua ata që janë deputet, e kam të thjesht tu dal para, oratorin dhe daljen përpara në sken e kam zgjidhur si ankth se jam mësuar me stand-up comedy. Normalisht. Atë që po lexoj atë e besoj. Tani kjo është pika kryesore. Se po të dilë atje në ndonjë fjalim tjetër, siç bëjnë këto që i këndojnë këngë Edi Ramës, apo thonë që është gabimi i tij më i madh që nuk bën shumë për veten aq sa ç'bën për shtetin. Po ti kështu atëherë nuk do e besoja vetë dhe do kishit shumë të drejtë të më quhenit poshtë servilist, njerëz që merret me partitë etj. Jo, në rastin tim po flisa për çështjen Çame, një gjë që me apo pa parti, me apo pa parlament është një e vërtet historike dhe thjesht qëllon që duhet vullneti politik për të bërë gjëra specifike në lidhje me të, siç është për shembull njohja që është genocid, është bërë përmes parlamentit. Na bëj në vazhdën e kësaj, na bëj edhe një far update. Mjafton dhe shkurtimisht, domethënë se çfarë është ndodhur. Po të shikoni, ka një video nga viti 2004 që është një votim në parlament mbi çështjen Çame për ta pranuar që ekziston. Për ta pranuar që ekziston dhe nuk është votuar. Shumica abstenuan, ca ishin kundër, ca shumë pak ishin pro. Më vonë kam pasur Çamet, kam pasur protesta, ka pasur shtypje të çështjes Çame. Partitë kryesore, PD-ja dhe PS-ja e trajtonin çështjen Çame thjesht si leverage për të marrë këtë partinë që është asociuar me çështjen Çame dhe hajt duke u thënë këtyre që do bëjmë për Çamërinë edhe për të njohur çështjen Çame në mënyrë ndërkombëtare, po ju marrim si votues. Kaq deri para pak vitesh, po themi. Tani fatmirësisht ekzistojnë disa njerëz që ja kanë marrë seriozisht këtë punë dhe krahas karrierës politike, po themi klasike të një politikani shqiptar, kanë bërë dhe një gjë tamam që supozohet ta bëj politikani, që është i çojnë në vend këto marrëveshje dhe rezoluta dhe projekt ligje. E fundit fare që u bë për shembull ishte miratimi përmes parlamentit, më duket me unanimitet të plot, në mos gaboj, për t'i thënë Greqisë të heqë ligjin e luftës. Kjo s'është pak. Njerëzit nuk e dinë që nga lufta e dytë botërore deri tani neve me Greqinë figurojmë në një ligj që jemi shtete në gjendje lufte. Greqia e nxori atë për Italinë fashiste dhe shtetet e veta satelitët e Italisë fashiste. Neve u shkëputëm nga Italia fashiste. Italia e largoi fashizmin. Greqia me Italinë u pajtuan dhe kanë hequr ligjin e luftës. Neve kemi ngelur këtu sepse jemi fshinj me grekët dhe kemi një histori jo genocidi, jo kjo, jo ajo.
Këto tash mund të ngjajnë gjëra se janë në sirtaret e historisë, po jo nga ana diplomatike, nga ana politike, nga ana se ça tregon shteti shqiptar janë gjëra të mëdha. Ë? Edhe të kesh të tëra partitë, po themi, të tërë deputetët të votojnë të paktën një herë në jetën e tyre përheqjen e ligjit, për t'i thënë Greqisë hiqni ligjin e luftës. Pro shqiptarizmit, kjo është një arritje modeste, por shumë e madhe njëkohësisht. Po. Tu s'ka është arritje. S'ka domethënë në një gjë në lidhje me Çfarë mund të bëj njeriu i thjesht në rrugë plak për të ngritur vëmendjen? Për çamërinë. Ta njohë një si çështje. Se s'është e thënë për çamërinë bëhet vetëm nga ana politike. Ta njohë, të edukohet. Për këtë duhet të punojmë faktikisht dhe shoqatat e këto për t'u afruar njerëzve në një gjuhë më të kuptueshme mbi çështjen çame. Ekziston, për shembull, po tysh në Wikipedia kërkosh çështjen çame, dëgjon materiale të cunguara. Për çështja çame në Wikipedia është e shkruar nga njerëz që mbajnë anën e Republikës së Greqisë. Dhe thonë që çamët ish nazist. Ka bebet që janë therrur në stomak në barkun e nënave kanë qenë nazist sipas tyre. Ka qenë nazist ai se ka dalë nga barku, ka dalë kështu. Kjo është, kemi qenë kolaboracionistë të nazizmit. Kjo nuk është e vërtetë njëherë, ka pasur çam partizan madje që kanë bërë të kundërtën, por gjithsesi kur ka ndodhur genocidi ai ka ndodhur njerëzve me familje, njerëzve të paarmatosur, ka ndodhur civilëve të thjeshtë. Disa janë dëbuar, sigurisht, ata që janë dëbuar janë imi neve që jemi gjallë, por familjarët e tyre janë vrarë para syve të tyre. Kjo ka ndodhur në vitet 40-43, mos gaboj. Kjo njihet shumë pak. Edhe më besoj që njihet shumë pak jo vetëm tek populli, jo vetëm tek breziri, që nuk e dia e njohin emrin çamëri, por e politikan, mos t'i them me emra që kur u është folur për çështjen çame, kaq e kaq. Po thoja me emra. O për Lul Bashën. Mua më ka thënë që Lul Basha mendonte që çamëria ishte e kohës ilire, dhe thonin ama se janë këta që duan tokat ilire. Por ç'toka ilire më vëlla? Janë akoma gjallë gjyshrit. Më ka njerëz që kujtojnë që është thjesht kështu fantazi etnik, nuk ka të bëj fare më as për ndryshime territoriale, nuk ka të bëj fare. Nuk e kërkon njëri të marrin çamërinë, kërkojnë të njihet si çështje, kërkojnë atë që kanë kërkuar dhe hebrejt në luftën e dytë botërore, mbas luftës së dytë botërore që u erdhën dhe ulën gjunjë dhe i vendosën një lule, e njohën shteti gjerman që ka bërë gabim. Dhe ka bërë dhe riparacion e lufte. Ne nuk po themi do kryejmë shtet. Se unë jam i bindur që një pjesë e mirë e çamëve, nuk e di është e vogël apo shumica apo pakicë, më thënë po një pjesë e mirë atyre kanë dhe shtëpi të vëlla, shtëpinë e gjyshit në tokë në Baçë. Shtëpia që ka jetuar si bie, stërgjyshi im është kthyer në rajon policie. Bravo. Dhe nga kjo do të kuptosh edhe një gjë, se që të kthehet shtëpia në rajon policie ka qenë shtëpi goxha të mëdha. Dhe ka qenë dhe incentiva ekonomike për t'i spastruar etnikisht ta njerëzit që gjithmonë normalisht. Po hajde e zëm se e gjeta një mënyrë për ta gjetur atë tapin e kohës osmane, edhe të vërtetojnë tash që janë pasar si filan, e zëm se e vërtetova. Aq kushërisa janë, sa do u bjerë atyre nga i coplak. Pra ajo është më shumë simbolike si gjë që arritën të marrin në shtëpi. Nuk ka rëndësi se nuk po themi do hapni central bërthamor, po ideja është diçka shpirtërore vëlla që jo se shumë njerëz mendojnë, ama se keni tokë juve. Jo më vëlla, jo, nuk ka njëri tokë. Ata që kishin tokë, ai kishin për të marrë. Po edhe të kenë tokë më vëlla. Po edhe të jetë fis me një djalë të vetëm më vëlla që nuk ka as motra as asnjë. Ka ngelur nga komunizmi kjo gjëja shqiptare, pra se u bë prona sikur të ishte mëkat më vëlla, shi. Pronë më vaka. Po të kenë pronë. Po jep më ti që mendon këtu ti legend. Jep ti shtëpinë. Jo, pastaj e thoja më s'ka gjë se ekziston një gjë mirë thon ata fukarallëk maskarallëk. Unë nuk po them se jam vetë i pasur, po e kuptoj mentalitetin e disa të varfërve që meqë s'ka mund mos ket tjetri. Meqë s'ka mund na shtëpi mos ket askush prona. Po pra, po kjo ka lidhje më shumë me që ja hoqi pronën private dhe e rishpëndau. Jo më vëlla, një sekond. Ka ekzistuar familje konservatore me taban, familje shumë të mira, që kishin kaq pasuri, por bënin bamirësi dhe mbanin pastaj njerëzit e tjerë që s'kan orë, i mbanin me bukë, i mbanin me punë, mbanin me strehim. Po më kryesori është me punë më plak, se hajde lëre bamirësinë në janë, se bamirësia edhe nuk duan ta, sot sa ditë ta thuash. Babai Batmanit, ai ishte i pasur.
Po bra po. Edhe Batmania është miliarder. Ekzistenca e të pasurve etik, ekzistenca e të pasurve të moralshëm është jetike në këtë vend. Ne nuk e kemi këtë, sepse me ardhen Jo e vetëm tranzicionit kaq. kemi krijuar idenë që të pasurit këtu në këtë vend bëhen vetëm ata që janë maskarenj. Kjo nuk është e vërtetë në botë, ekzistojnë familje me name, me tabane që janë njerëz të fisshëm, që janë të pasur, kaq. Ore se diskutova dhe me Uliadin tek episodi përpara kësaj që po flasim ne tani, valla. Kanceri i këtyre socialistëve kjo është, domethënë që nuk arrin të pranojnë që shumica e të gjitha gjërave të mira që kanë ardhur kanë qenë nëpërmjet nëpërmjet duarve të familjeve fisnike. Se e kanë bërë që ishin të pasur apo nga tregu i hapur nuk ka rëndësi. Ideja është që ata kanë qenë në predominancë. Të dyja bashkë, unë paktën e kam dhe fetarisht prona dhe tregtia e lirë janë ndër 5 gjërat që Islami i llogarit si të shenjta, si gjëra që i mbron kushtetuta islame, sheriati që nje, pra ligji islam, janë gjëra të shenjta, prona dhe tregtia. Profeti Muhammed ka qenë vetë tregtar. Pra, vjen nga një traditë merkantile. Tregtia pa tregti nuk ecën para bota, më pse si kujton se është, thjesht punon në një vend. Ata e bën kulak gjithë e shem birçeni, thonë janë gjakpirsa burrë të gjithë. Jeton dhe jep taksa dhe do të dalë dikush një inovator nga hiçi dhe do të bëj ty gjëra fantastike. Po mirë, mo Leonardo da Vinci kush e financonte? A nuk ishte familja Medici patronët e vërtet, Patreonsat e atërshëm, nuk ishin ata. Po, babuçet e atij. Po pra po, fiks. Pse duhet të ketë frikë njeriu nga kjo lloj gjëje? Edhe un kam ndërmend të krijoj generational wealth, ase kam fare frikë si gjë. Po, krijoj generational wealth. Të gjitha ato duan të bëjnë valla. Edhe ti siguroj brezat e mi dhe njëkohësisht dashuria ndaj artit, ndaj kulturës qëndron atje, edhe moralisht nga ana etike morale je në rregull, thjesht ke ca para më shumë se sa njerëz të tjerë, sepse di ti menaxhosh më mirë. Kjo është filozofia e të qenurit i pasur. Nuk do të ndalen te kjo skamja në kokë, domethënë se ajo ai që zari fare këtë. Skamja në kokë. Unë ndjem jashtëzakonisht i pasur. Në mendjen time jam i pasur. Unë jetoj si miliarder në mendjen time. Mund të ekzistojnë ngërçe dhe stërkëmça të vendosur kryesisht nga burokracia dhe nga shteti dhe nga njerëzit të varfër, më shumë nga aty vinë stërkëmçat, se nuk vinë nga miliarderët që e kanë zgjidhur jetën e tyre. Por unë jetoj me mentalitetin e një personi të pasur dhe nuk e kam fare. Po normalisht kur jemi mirë, valla, jemi duke marr frym, familja është në rregull, shfalo Zot, jemi gjallë, burë para fare nga aty fillon çdo gjë. Po që e përmendit që më përpara ti, po doja të pyetja shkurtimisht, ore. Më fikson ndonjëherë valla me ato shkrimet në Facebook edhe që poston kështu, domethënë, ndonjëherë domethënë që si bëra screenshot atëre ishin ca domethënë që ishin jashtëzakonisht shumë çuditshme, pastaj janë ato normale për shkakun që janë mendimet e tua, kritika gjëra domethënë, po janë disa gjëra që ADHD-s. Ajo ka mundësi domethënë kalojnë në tangente kështu pa kalon në tangente, domethënë ndonjëherë disa ishin kështu borderline vulgare, domethënë kështu ofenduese për një grup të përcaktuar njerëzish, domethënë edhe kur lexon, domethënë unë që kanë folur përpara me të, domethënë që nuk je thjesht një rresht shkronjash në social media, thoshë ore valla, po ky çka ka valla, çka ka ndodhur valla, pse na thuaj na një gjë më shumë valla, se ajo kjo formati i shkurtër i tekstit më shumë të lë me pyetje se sa të jep përgjigje. Kam edhe unë një çik të vesin e të qenurit provokues, po e kam zbutur një çik. Se pra e kam si mënyrë për t'i marrë vëmendjen njerëzve duke tejkaluar ose duke shkelur disa norma shoqërore, norma komunikimi etj. Po nuk e bëj asnjëherë me dashakeqësi, asnjëherë e bëj nëse do jap një informacion, ta jap në mënyrë argëtuese. Për shembull, mos e ke fjalën për atë postimin me personat që shikojnë Big Brother apo jo? Jo, nuk mama, ishte diçka që kishte lidhje me fen në një mënyrë apo në një tjetër, nuk më mbahet mendja, domethënë, po ishte goxha e fortë në formulim. Mos ishte për devizën e Deçanit. Bën vaki ka qenë ajo, nuk e di. Mund jetë në atë lloj konteksti, po për shembull e zëm se kanë folur për katolikët, po thua.
Apo Nuk e di plak, se unë tani vetëm të do të them japësh kod. me shembull konkret, kështu se Pikërisht pra, prandaj unë të Po. kërkova falje para se ta nisja këtë që si kisha bërë screenshotet domethënë, që më të duhet, ti dërgoja. më duhet, po gjithsesi edhe nëse ngjan se kur jam duke sulmuar një grup të caktuar njerëz, nuk është fare ajo. Dhe në atë moment që jam duke shkruar atë, jam duke folur me një shokun tim të ngushtë i përket atij grupi. Dhe që qesh me të njëjtën gjë që kam shkruar unë. Jo, edhe unë Eh, qesha domethënë, po unë kur qesha literalisht po e përfituroja në kokën time ato le të themi këto kryqëtarët e tastierave domethënë që ikën kështu që bën të kuqe dhe dalin kështu tym nga veshët, e kupton? Po imagjinoj thash unë, po ç'a pele kjo, imagjino ç'a trazira shkakton kjo fjali kështu domethënë. Po që nejse, ajo është gjë e mirë, edhe unë ma kam bërë kritika disa persona, edhe kohët e fundit i kam vënë detyrë vetes të shkruaj më shumë për të vetëm një fakt, sepse unë besoj ato që Jordan Peterson thotë që është shumë e bukur të flasësh e të kesh mendimin në kokë, po shkruaj një herë dhe atëherë e shikon që vërtet what the fuck you're talking about. Është nuk ka lidhje fare me njëra tjetrën. Unë më ka parë bytha keq për herë të parë kur kam provuar të bëj monolog plak. Kur kam provuar të shkruaj monolog ka qenë o zoti madh, nuk e di, u bëra po kështu si vilani, si debulez në një moment, domethënë se kisha ai shumë gjëra, unë nuk e di, kam se kështu OCD e di që e kam, po to e di zira çfarë gjëra janë, domethënë nuk e di valla, nuk më mjafton koha për ta hedhur në letra atë që kam në kokë, edhe gjysma ti haroj duke shkruar. Kjo është keqe se në qoftë se nuk e mban, nuk nis ta bësh rregullisht. Si gjë fillon dhe humbet si aftësi. Unë kam pasur si aftësi të shkruaja esej kështu për punë 3 minutash. Ore një vit mund të kem ndonjur, një vit, 2 vjet pa shkruar ese, edhe shi e kam, po themi 20% më të vështirë se që kam pasur më përpara. Kto janë ato sekretet të trurit, aftësi të regjistruara në software ose dhe në hardware që duhen mbajtur, duhen rifreskuar. Unë për shembull kam pas lexuar i vogël, pastaj gjatë pubertetit, deri në adoleshencën e vonë, deri 20 ca vjeç s'kam lexuar hiç, isha kundra leximit komplet, thoja jam pro filmit dhe jo pro leximit, por tani duke kuptuar që një sekond se fjalori im po fillon të varfërohet. Jam duke u marrë me regji një fushë që ka nevojë për të mësuar se si është struktura e shkrimit, kam nevojë të shkruaj, kam nevojë të mësoj si të shkruaj dhe se si të ngjaj gjëja e shkruar në libër, kam filluar të lexoj rregullisht. E kam rutinë time që të lexoj të paktën 2 orë në mëngjes, edhe sikur të jetë diçka e rastësishme këtu mbrapa bibliotekës, e marr dhe e lexoj sepse më duhet për trurin plak. Jam mund gjaj si kjo është gabimi im, un kam gjysma të tyre që janë këtu pa lexuar. Filloj luaj shah, filloj luaj kështu me luaj tavull që të mbash mendjen aktive, se ndryshe do kalosh në Alzheimer ose në demencë, po ky është realitet edhe për trut e të rinjve. Po tru është ai, mendja është ajo. Tru është, por truri i të rinjve ka aftësinë që është shumë herë më neuroplastik dhe ju garantoj çfarë lloj gjë që mendoni rreth trurit tuaj, sidomos të rinj ose persone që keni probleme me ankth, depresion, me abuzim substancash etj dhe mendoni që jeni të parregullueshëm, se është kjo faza e adoleshencës që nuk ka si unë me këtë problem që kam unë dhe nuk rregullohet asnjëherë, ju premtoj që truri mund të ndryshojë. Për punë 6 muaj duhet që ta ndërtosh një tru të ri nga e para dhe fillojnë formohen ato network-e të reja. Si është si ndërtosh se kjo është një urlidhse, por do detyrohesh të ndërtosh qytete të reja nga e para në trurin tënd. Se ndryshe nuk e bën. Shiko, e di çfarë janë, se ka disa mënyra për të bërë. E di çfarë është një gjë që të bën shumë humble. Unë nuk viteve të fundit kam luajtur shumë plan. Nuk kam qenë gamer kështu nga që bëja zero çdo gjë, po shpenzoja, domethënë kishte një periudhë të kohës që për 6 muaj unë shpenzoja gjysmën e ditës, domethënë përpara video game-ave, domethënë, edhe pastaj e shkurtova që e mbajta vetëm në ato që të vërtet të ushtrojnë një farë lloj presioni që të kërkon vëmendjen 100% ajo dhe shërben kështu si valium, domethënë që të shplash çik truri nga ato gjëra që kanë lidhur ditës, edhe një lojë për shembull që më ka ndihmuar që mos ta marr shumë veten seriozisht, edhe të kuptoj se sa të vështira janë gjërat, ka qenë një lojë që nuk e di sa nga dëgjuesi e shikues do njohur, është quhet City Skyline. Çfarë strategji? Ajo është një city builder. Okay. E kupton? Edhe është në predominancë në mes të rrugëve, po ka, domethënë, komplikimi plako sa më të madhe ta bësh, aq më shumë fillohet bëhet trafiku, ikin njerëz, kalon deficit, pastaj edhe është game over nëse ti ikin njerëz, del minus, ke me lek.
Edhe aty ajo më ka bërë të mësoj që sado brillante të jenë, se unë kam qenë dhe i mirë në fakt, edhe në planifikim rrugor, edhe në planifikim trafiku, kam qenë vërtet shumë i mirë, domethënë. Por më ndihmoi ta mos merja veten time shumë seriozisht në faktin që unë mund të kem ide jashtëzakonisht shumë brillante, domethënë në kokën time se si mund ta zgjidh unë vëlla çdo lloj sistemi. Pastaj los të lojën plako një javë rresht, edhe kupton që ti nuk e di asnjë gjë plak. Ti nuk rregullon dot një lojë, ti nuk mban dot një lojë të eci e jo më të jesh një ministër infrastrukturor. Është çike çuditshme kjo puna e video gamesave, sepse ka video games që janë të dëmshëm dhe bëhen varësi për njerëzit dhe i kalojnë debilitation komplet, atrofi muskulare, rrin atje para kompjuterit gjithë dhe bëhen zombi. Okej, shumë në rregull. Dhe nuk po i them të rinjve të rrin para kompjuterit tërkohë, dilni jashtë, merrni ajër, mësoni gjëra që përfshin trupin e tjerë etj. Por ekzistojnë studime goxha serioze mbi psikologjinë e gamersave. Ka lojra e lojra, ka si puna e shahut versus bixhozit. Nuk mund thua që bixhozi, kartat e bixhozit janë njësoj me shahu. Shahu është art më vete. Edhe për video gamesat, ka video gamesa që të ndihmojnë të ristrukturosh trurin dhe të bësh problem solving. Ka pastaj edhe video gamesa Call of Duty, me Call of Duty servitet ushtria amerikane, për shembull, para se ti çojë ushtarë për luftë, që ti ngarkojnë atë gjendjen e luftës. Kjo është tash përdorimi i teknologjisë për keq, po themi, se je do mësuar me video games se si të desensitizohen, që kur të vrasin deri diku e detyruesh, po që kur të vrasin të ndihen më se video game është, që fillojnë loja prapë. Mos ken atë frikën njerëzore, por të ata shohën dhe thonë në thjesht jam duke shtypur butona dhe kaq. Ekziston edhe kjo variant, por ekziston në vërtet dhe benefite, ekzistojnë dhe benefitet ose dobi tek gaming. Por unë kam parë sepse është një vegël. Është më ndryshe, është një vegël. Është një vegël, domethënë se unë kam pasur një periudhë më të madhe që nuk e di që kur kam qenë 14 vjeç dhe sot sa ditë e los kështu, kam faza kështu, njëherë në 4 muaj e los për 2 javë, los prapë. Unë nisa Counter Strike 1.6 në para një ca muajsh, fillova kështu. Po mirë, ajo është klasike pastaj, po. Unë kam lozur Dota plak. Do ha dyshi që është loj shumë strategjike, ti nuk ke shumë rëndësi nëse nuk di të lozësh me 50 të tjerë, që je i detyruar të luash në skuadër, nuk mund të jesh unë jam më fantastiku nga të gjithë. Edhe ato e kam abuzuar sa unë e di, domethënë, ndonjëherë është turp të tregosh sa shumë e kam abuzuar në momentet më të zeza, domethënë, po vitet e fundit, 2-3 vitet e fundit, domethënë, literalisht e përdor kur e kuptoj që vërtet jam në limitet e mia, plak, çfarë bëj, futem, hap Steam-in, shkarkoj dotën se zakonisht nuk e mbaj të shkarkuar. Se është ke parasysh si droga, po të kesh aty. Po e ke aty kur ke dhe ose ditë të hapësh se aty është, pse se hap tash, e kupton? Edhe e kam shumë 2 javë vi nga puna plak, një lojë, 2 loja, merr 1 orë e gjysmë, 2 orë qameti, e ke parasysh, edhe ajo është aq në mënyrën e saj më të çuditshme, aq stresuese, të mban, duhet të jesh konsistent aty plak, nuk mund të bësh asnjë gjë tjetër në momentin që je duke bërë atë. Edhe në një mënyrë pasive se si stresor benin, që janë të nevojshëm për shëndetin mendor. Stresorët e benin quhen, mos e gaboj. Pikërisht, sa njerëz e bëjnë në boks. Herë se shumë kaloj, stresohem për shkakun në puna me ndonjë gjë që ka ndodhur, shu futem atje shu e nxjerr gjithë mllefin në brenda këtyre 2 orëve. Pastaj jam njëri i mirë, valla jam dele në vend të dhis. E kam pasur me shahun këtu, nuk jam ndonjë shahist kush e di se çfarë, po thjesht duke u futur ke shahu fillon të ndihmon të diagnostikosh veten, se sot për shembull arrin rezultate më të mira, nesër kur je në një ditë grogi, e kupton domethënë kur e ke trurin në gjendjen më optimale, e kupton dhe në varësi të rezultatit të lojës ose të nervave që ke përqendruar para, dhe ajo të ndihmon ta autodiagnostikosh veten tënde. Nuk do bëhesh shkencëtar ose shahist genial, por të ndihmon të kuptosh diçka rreth vetes tënde që këtu kam nevojë për një përmirësim. U sugjeroj njerëzve të mbajnë ditar. Unë mbaj ditar, të mbajnë shënim sa kafe pinë në ditë, sa cigare pinë në ditë, çfarë bëjnë, sa pompa kanë bërë, sa pompa s'kan bërë, sa kanë ndonjë para ekranit, sa s'kan ndonjë para ekranit, dhe kur shikon patternsa të caktuar, kupton ku ka nevojë për përmirësim. Kjo është inxhinierie thjesht që ka nevojë njeriu ta bëj për veten e vet, se me që jemi te njeriu edhe tek vetja e vet, plak, diçka që na bashkon, domethënë, edhe pse jetojmë në 2 vende të ndryshme,
por i përkasim po relativisht të njëjtës prejardhje, domethënë pa aty me mosh, është diçka që edhe një çik gay nëse e flet, por këto vitet e fundit tani edhe sikur nuk je më aq gay kur e flet. Shëndeti mendor, plak, edhe unë dua të përqendrohemi te meshkujt sepse si një mashkull mesatar nuk është se i kuptojnë femrat aq mirë. Sa herë nga Greqia blem mal Telekom, kështu që qëndrojmë atje me çka kemi përjetuar vetë etj. Duket e pyeta na flet me vete, jo, unë nuk flas, unë rri jashtë. I rri jashtë, kupton, është Jo, të flasësh me vete është gjë shumë e mirë. Është gjë shumë e healthy. Të dëgjosh zëra sikur po të flet dikush, shko ke mjeku se ke çrregullim psikotik ose skizofreni. Si që ishë, unë e them, kam pas dhe kështu si një nga shakat jokesat opener të komedisë, që thoja dua t'iki jashtë shtetit, po nuk dua t'iki jashtë shtetit për një ekonomi më të mirë, dua t'iki jashtë shtetit për një shëndet mendor më të mirë. Nuk e di sa feasible, sa fizibilitet ka kjo që ikën jashtë dhe bëhesh me shëndet mendor më të mirë, po e kanë fjalën që shëndeti mendor është vërtet. E kanë fjalën që shëndeti mendor në Shqipëri është bërnut. Është bërnut. Ekzistojnë shumë pak informacione, njerëzit sidomos meshkuj, se mirë thaj që e konsiderohet kështu si gay që po të shprehesh në një lloj dobësie, por ekzistojnë mënyra për të folur për këtë lloj problemesh pa humbur burrni. Duhet bërë prap burrni të folurit të vërtetës për atë që është. Të takosh shokun tënd të ngushtë, dhe t'i thuash kam këtë hall, pa të dridhur syri. Por mund edhe ta lëshosh një lot në atë moment që po tregon këtë lloj halli kaq të madh, nuk është dobësi, është burrni, sepse je duke pranuar diçka që nuk e pranoje dot vetes deri para pak ditësh. Dario, për të dhënë pak më shumë shije, si dreqin ndryshoi kjo bot nga mashkulloriteti i filozofëve grek, ku pikërisht ishte mashkullore të kishe veten në kontroll. Know thyself, një veten tënde ishte ajo të përkujdeseshe për veten, të gjitha tundimet i kontrolloje, emocionet i kishe në kontroll, e kupton, normalisht ti arish to duhet të kalosh në faza që të flasësh e të bësh domethënë drejt sa të arish atë pikun tënd, që s'ke për të arritur asnjëherë, po gjatë gjithë kohës do përmirësohesh akoma më shumë. Si kam thënë nga ajo, domethënë që isha aq mirë vite përpara, plak. U gjendemi në vitin 2024 me gjitha këto mjetet që ne kemi sot. Këto informacione që kemi Sokratin, Platonin, Pitagorin, e kemi të gjithë. Me kemi literalisht 0.2 sekonda larg, e kupton? Mund ta kesh dhe në versionin chat GPT që të komunikosh atë që do të thoshte Sokrati, Pitagora dhe nuk e vendos në punë. Nuk po them këtë specifikisht, po është paradoksi i zhvillimit të tepërt, edhe paradoksi i informacionit të tepërt. Edhe njeriu duhet të kujdeset çik se çfarë shikon, çfarë konsumon, çfarë dëgjon etj. Dikur. Në përgjithësi njeriu është ndikueshëm nga shoqëria dhe nga mjedisi, pra environmental factors. Bashkë me genetikën është dhe mjedisi, pra mjedisi ku ti jeton. Sot, në 2024, në Shqipëri ku ekziston interneti, nuk mund të thuash 100% që fajin e ka qeveria dhe e ka fajin vetëm mjedisi ku unë jetoj për mënyrën se si ndihem unë nga brenda. Jo, sepse ti jeton paralelisht në një botë digjitale, në një botë virtuale që është Instagrami, YouTube etj. Apo jo? Po. Në këtë botë virtuale, në këtë botë digjitale, ekzistojnë kanale ku ti mund të shkosh dhe të marrësh informacione pak më të dobishme se sa thjesht argëtimi apo kalimi i kohës, apo vrasja e kohës. Se kjo po ndodh, po vritet koha me argëtime pa pikë kuptimi. Njerëzit duhet të kuptojnë që edhe argëtimi dhe konsumi i lajmeve dhe konsumi i informacionit duhet të jetë në mos të dobit, pak në të jetë neutral, mos të jetë vetëm me minus. Sa mendohet se mund të jenë në përqindje nga meshkujt, le të themi 18 deri në 40 vjeç. Me problemet shëndetit mendor thua. Me problemet shëndetit mendor. Të çfarë lloj? Si nga ato të fuqishme? Në Shqipëri mendoj që nuk dua të flasim fare për ato që janë kështu gjëra të diagnostikuara të tilla si skizofreni. 65-70% e meshkujve kanë çrregullime të shëndetit mendor të lehta, dhe po themi dhe një 25% me probleme të rënda. Tek të lehta po themi çrregullimin e ankthit dhe stresit e kanë të gjithë.
pothuajse të gjithë. Nuk njoh njeri sot që thotë nuk kam ankth, nuk kam stres. Apo jo? Jo, asu nuk jo, jo. Nuk po them që nuk është normale. Kjo është problemi, se ta quash çrregullim psikologjik nuk do të thotë që je keq ose je i smur mendor. Pra, po ja, kjo është stigma, si je për të pesa, plak, je i çmendur. Jo, as pak. Edhe pesa ka disa psikiatrë që punojnë aty. Tek pesa ekziston një dhomë ku është njëri që mendon se po flet me ëngjë, është i çmendurin, pra është ka një skizofreni, po edhe për atë ka ilaçe dhe për atë ka një terapi që bëhet më mirë. Por po tek pesa një tip psikiatër mund të takojë një njerëz që në pamje të parë shkon në punë, i ka të gjitha 10-ta në shkollë, ku ta diun, ka një jetë komplet normale, por në trurin e tij ka një problem që mund të quhet depresion, mund të quhet ankth, mund të quhet stres etj. Unë nuk besoj shumë tek vendosja e etiketave dhe kategorive, se trish pastaj ti të më diagnostikosh mua ADHD, OCD, depresion, ankth, BPD, nuk i besoj shumë këtyre etiketave. Po që ka një çrregullim, një çbalancim të gjërave të mrokllave këtu brenda dhe të kimikatave këtu brenda, ajo nuk është një problem i madh. Truri ka aftësinë të vetë shërohet dhe të vetë organizohet. Kryesorja është të mësosh të dish se si po jeton, çfarë po bën gabim në mënyrën se si po jeton, çfarë duke i futur trupit ose gojës, po themi, hundve, veshve, syve etj. Dhe ta minimizosh të lloj dëmi. Unë mund të them këtë, që e kanë shumica, se për ndoshta për substanca, për varësi, për droga, këto ndoshta mund të jenë njerëz më të pakët. Po, që e kanë shumica e di, është rrini larg pornografisë. Këtë ditë ta them me 1.000.000% që është një nga gjërat më të mira që mund t'i bëni trurit tuaj që tani. Ta lësh pornografin, po themi. Është një nga gjërat më të mira që mund të bëj një djalë i ri. Do shikoni ndryshime. Si ti mendoj që janë të gjithë, Mendoj, po pse shumica shohin porno? Nuk mendoj nga meshkujt. Unë në klasë të 7 kam nisur të shikoj në mënyrë të përditshme. Sot duhet jetë edhe më mosha edhe më e ulët, se e kanë internetin që në djep. Këtë, shumë pornografin fillon edhe lijeni. Nuk po them no fap, November etj, se janë gjëra ekstreme, do të jemi njerëz. Por po them, jo vetëm nga fakti që është pornografi dhe është art seksuale etj. Vetë si lloj procedure që ti rrin para një ekrani dhe merr këto drita të ndryshme, këto gjëra që lëvizin, këto figura që i quajmë neve imazhe, ajo nuk i bën mirë trurit, se është diçka pasive që po ndodh edhe diçka aktive në të njëjtën kohë. Pra nuk është se je duke prodhuar diçka, je duke vetëm duke marrë informacion që të nguritet në kokë në mënyrë negative, dhe ekzistojnë dhe studime për këtë punë. Çfarë mund bëj tjetër? Është diçka jo natyrale, për shembull, është një, le të themi, një kënaqësi që ti po e merr pa kryer aktin, domethënë është diçka boshe, që të lë të zbrazë. Të lë dhe me pasoja, mund të të lëri dhe impotent. Tash se të gjithë ju meshkuj që e shikoni. Nuk është ndonjë turp i madh. Bashkë me Darion, bashkë me mua, e di ato që quhet ka provuar heroinë, kokainë, të gjitha. Lini pornografinë, se është shumë e keqe, si varësi dhe si drogë. Pra, po do e thoja domethënë që të gjithë ne meshkuj duhet të rrim drejt, domethënë, me buzëqeshje në fytyrë madje dhe të shohim njëri tjetrin në sy dhe them që kur në momentin ku është ajo që quhet në anglisht post nut clarity, që e ndjen veten si pler. Kupton që je njeriu fundit. Aty kupton domethënë, nëse ke një post nut clarity dhe ndihesh si më, domethënë ke një problem me pornografinë. Se okay, në adoleshencë nuk e vëre si gjë. Mirë, tash kur kalon 23-25. Ore sa janë të rinj ta kuptojnë si gjë ose ti din të paktën rreziqet. Truri është gjë e madhe. Nuk është shumë e thjeshtë ta manipulosh trurin. Futuni pak edhe tek bota e konspiracionit. Se ka sa gjëra që janë vërtet këto programet MK Ultra, pse Project Paperclip që nazistët gjermanë erdhën në Amerikë dhe importuan ato teknologjitë e tyre ja dhanë Amerikës. Një nga këto projektet që kishin bërë nazistët është që ti kishin që të gjitha ekranet elektronike ti kishin në ngjyrë blue light. Ekziston teknologjia për t'i pasur të kuqe, por nuk e kanë bërë. Pse? Sepse bluja ka tjetër efekt ke truri, që është efekt më i keq, e bën trurin më të sugjestionueshëm, më të kontrollueshëm, më të hipnotizueshëm etj. Pra është një armë
në fundit ky ekrani është një lloj arme, është një lloj vegle që përdor edhe si armë, edhe si shërim, po themi si ilaç. Po. Po janë aq subtle si gjëra, aq të holla, drita blu. Nuk i shkon njeriu në mendjen që drita blu është diçka një valë e rrezikshme për trurin, por ekzistojnë studime për këtë punë, ekzistojnë neuroshkencëtarë. Ama shumë e vështirë, domethënë ti shpjegosh një adoleshenti që gjërat nuk janë bardhëzi, që janë ose të mira ose të këqija, por janë varësi si i përdor, domethënë është avash ai interes duhet të fillojë të ngrihet, edhe besoj dhe njerëzit nga materialet që shikojnë, që janë më trendy, po themi, jo po Andrew Tate e këto, mundet të futen tek pak te kjo bota e red pillsave, po themi, dhe nga ajo pastaj kalojnë nga gjërat më serioze tek konsumi i informacionit të vlefshëm etj. Sa bukur ma ke kapur. Unë mendoj se kjo është një si udhëtim që e marrë një pjesë shumë e madhe e meshkujt, domethënë s'ka lënë nga këto pastaj ke Jordan Peterson, ta kanë të tjerë. Është një fazë. Edhe dalin në fund pastaj vërtet te filozofët, pastaj tek stoicizmi, tek vetja, tek rëndësia, tek kolektivi, tek familja, tek lagja, qyteti, shteti e kështu me radhë, domethënë. Po. Qetësohesh më shumë, domethënë kur sa budallaj që aq me kuptim është ajo plako. Ku bën krevatin qetësohesh më shumë, se të paktën krevatin e ke. Unë atë e kam që nga 12 rregullat atë e bëj për ditë, rregullo krevatin. Janë gjëra banale kur I mendon kështu, se supozohet ta rregullojmë krevatin pa na shkruar njëri libër dhe pa bërë tjetër $1,000,000 për këtë. Ore po thoshte mamaja dhe babi kur ishim të vegjël nuk I dëgjonte njëri, e kupton? Po, bravo. Tani ato që ka thënë mamaja dhe babai, dikush I ka gjetur një mënyrë për t'i bërë më atraktive për të rinjt, më të përfillshme dhe kaq. E ka monetizuar si gjë dhe por e dobishme është si gjë. Edhe mirë e the që është një rrugtim. Jetojmë në dy botra njëkohësisht, në botën fizike dhe në botën virtuale. Është fakt, nuk kemi ç'të bëjmë kësaj gjëje. Nesër pas nesër do fillojë dhe universi paralel virtual që është meta me ato syzet e kështu. Ka filluar gjano. Të kuptojnë domethënë ku jemi në udhëtimin ton në jetën fizike, të kuptojnë ku jemi në udhëtimin ton në jetën virtuale, se u pa puna do jetojmë në këto dy botra. Apo jo? Por nuk mund të refuzon tash, nuk do të bëhemi Ted Kaczynski, Juna Bomber tash të vemi në vila bisht me I shtëpi edhe të shtukemi. Bëhemi gjithë me bunker në mal me në pyll atje dhe të bëhemi të gjithë të vetmuar. Jo, ekziston një rrugë e mesme. Një mesme e artë që I kupton të dyja botrat dhe jeton midis. Kjo është. Nuk kuptoj. Po ndodh në një gjë, domethënë ka në një farë. Qa bëhet Allah, se tani ne shikojmë në është okay, në për YouTubera edhe në për media sociale shikojmë që është okay të bësh të, është okay të bësh të, dhe ta I fusim paushal, domethënë njësoj si për meshkuj, si për femra, të kuq, të verdh, mace e qen, domethënë fare edhe nga kultura madje, edhe nga etnia do thonë, edhe shqiptarët kanë tjetër psikologji nga amerikani, po themi. Unë shikoj këto vajzat shqiptare sot që tërë ideja e tyre rreth shëndetit mendor bazohet mbi gjëra që janë të botuara në vendet perëndimore. Dhe deri diku mund të jenë të vërteta sepse ne jemi perëndimizuar. Por jo, kultura që në të cilën ti jeton ka të bëjë shumë. Psikologjia nuk është shkencë eksakte. Ato që ka shkruar Freudi para, ku diun sa, një shekulli e ca, I ka shkruar në kontekstin e Austrisë së kohës së tij, e cila po kalonte nga një fazë më opresive ndaj seksuales në një fazë më liberale. Është konteksti I tij kulturor. Edhe ne duhet të kuptojmë çik kontekstin ton kulturor. Tash kjo është dhe puna e psikologëve dhe sociologëve, po ne këtu s'kemi asgjë. Tu kemi vetëm me thënë psikologë, sociologë që mund të jenë të aftë, po janë me kokra. Neve nuk e dim realisht se si është gjendja e popullit ton nga ana mendore dhe nga ana psikosociale. Nuk kemi mënyrë se si ta masim dhe se si ta vëzhgojmë në mënyrë shkencore të saktë. Mund të flasim për eksperiencat tona gjithë ditën, eksperiencat tona subjektive dhe personale, por duhet dhe realisht një punë serioze në terren. Me anekdota nuk dalim dot nga I gjithë kjo gjë sepse nuk e bën dot vlerësimin as nga lajmet. Unë mund të shikoj lajmet çdo ditë të them që jo nga lajmet. Po vrasin prindrit, I bie një 20% e 40 vjeçarëve shqiptarë duan me vrap prindë, janë të çmendur
po nuk mund ta bëj këtë lloj vlerësimi, po deri këtu ka degeneruar psikologjia shqiptare, sociologjia Jemi në shqiptare. fund, po jo vetëm ajo, më. Tu ka degeneruar, Në çdo deg jemi bërnot, edhe është ajo që lufton ai Tauland Muka, është ajo që folëm me Uladin më përpara, domethënë që e them dhe unë parasikohesh. Se sa bleon, se sa inxhiniera dalin në treg e them në mënyrën më të drejtë e mundshme. Nuk intereson njeriu plak. Ta jeni bindur që në qoftë se unë tani mbaroj, jap frymën e fundit, dhe është dikush tjetër që bën të njëjtën punë. E bën më mirë apo e bën më keq është tjetër gjë. Por është diçka që është fizike, është material, është beton, betoni nuk ka shpirt, paktën ashtu siç besoj unë, të tjerë mund të thoshin ndryshe. Edhe është diçka teknike që do bëhet, domethënë. Edhe kjo nuk është kapacitet akademik. Të nxjerrësh 180 mjek në vit nuk është kapacitet akademik. Kapaciteti akademik është që sa studime bën ti. E ne themi ne nuk kemi shpikur asnjë gjë. Ore ne nuk e dim siç e the ti ku jemi me këto. Studimin tim që unë e konsideroja okay, ma vlerësuar goxha mirë, po unë nuk di kujt ja jap që ta lexoj që është akademik dhe të më japi një rezultat. Nuk ka peer review studimi im, teza ime e master, nuk ka peer review. Nuk ka më vëlla, se s'ka institucion shkencor real. Pra, është fatkeqësi e madhe për të shmangur çik subjektivizmin, ëh, se më kupton. Se jo përveç asaj se nuk kemi se të tregoj modest, por kjo është e vërteta e hidhur o burri dhe ose shiko, të bësh studime shumë e vështirë dhe kjo duhet që nga punët që bën si në bachelor. Unë kur kam bërë Allah që kam bërë konstruksion druri që kam bërë në metoda digjitale mësimi. Isha shumë i pasionuar dhe shqyr zotit larg isha e pasionuar se do kisha dështuar komplet nëse do kisha dëshirën. Si ishte jashtëzakonisht shumë e vështirë plak, që një nga gjërat më të vështira që kam bërë. Edhe dola ashtu si dola pak sipër mesatares, domethënë, që ishte e kënaqshme për mua duke ditur që sa frikë isha më përpara. Po tani ne jo vetëm që nuk prodhojmë ndonjë gjë, valla. Nuk edhe shpikje jo njëre para fare. Po siç e the ti, ne nuk dim ku jemi, valla, nuk dim ku kemi kokën, ku kemi këmbët. Ai censusi ka aq vite, aq ditë që është bërë s'ka dalë akoma, nuk e di nëse është saktë ai kanë ndryshuar si kanë ndryshuar. Censusi ai se statistikat janë gjithmonë për të marrë kështu me një grusht krip, po themi, për të marrë çik me konservatorizëm, po mos ketë studime, mos ketë qendra për rehabilitimin e njerëzve ndërkohë që sipas lajmeve jemi vendi numër 1 për konsum kokaine, po themi, edhe për gjëra të tjera. Dhe neve nuk kemi ende një qendër rehabilitimi të saktë shtetërore, po themi, ose dhe private, po të hajrit. Këto janë too much, domethënë. Qa bëhet shumë valla. Shkojnë nëpër Maqedoni, shkojnë nëpër Serbi, atje rehabilitohen njerëzit se e kanë futur Ballkanin këtu bashkë. Jo më valla, një sekond se nëse e kemi këtë problem se shoqëri do ta zgjidhim, do të vendosur dhe institucioni përkatës. Nuk janë gjitha gjërat vetëm në dorë. Si ka mundësi që nuk ka interes të bëjnë këto gjëra? Ekziston interesi, e kam edhe një kështu histori, një njohje personale të dikujt që ka dashur ta bëjë dhe ka pasur të stërkëmsha nga ministria, po nejse. Ekziston interesi individual i personave, njerëz dashamirës, njerëz që duan ata që kanë fuqinë, është kështu, muhabeti gjatë dhe jo për të bërë publik, po ta them kështu, nëse je kurioz. Po. Nëse çfarë mund të themi njerëzve valla tani për ta përmbyllur që edhe mos zgjatemi domethënë. Çfarë mund të themi në një gjë me kaq sa dim se as unë as ti nuk jemi shkencëtare, nuk jemi xhondur. Unë them atë që mësova edhe nga filmi, po edhe nga aktivizmi me çështjen Çamit, që të dyja kanë të përbashkët lidhjen me të kaluarën. Dhe njeriu është në ankth ose për të ardhmen, ka ankth, ose është ka frikë të kaluarën, që është depresion ose hidhërim. Apo jo, këto janë frika njëra, të ardhmen dhe e kaluara. Nëse do të eliminosh ose të mitigosh ose të menaxhosh ankthin rreth së ardhmes dhe rreth së panjohurës, duhet të njohësh të tashmen, dhe tashmja është e lidhur direkte me të shkuarën. Gjeni një lidhje me të shkuarën në fushën tuaj. Në një regjizor mëso se çfarë janë filmat shqiptar. Po, të thjesht për kuriozitet. Dhe krijo një lloj lidhjeje. Shiko se ku ke qenë. Mund të gjaj shumë kështu e thjesht si gjë, ose sikur nuk ka lidhje konsekutive, por e ka lidhje në aspektin psikologjik. Duke njohur kush ke qenë, çfarë kemi qenë si popull, po themi, si njerëz, si kolektiv, futesh në një lloj gjendje të caktuar që të ndihmon të kuptosh te atë
vendin se ku je, edhe pastaj duke njohur se ku je, mësojmë dhe të ardhmen. Kjo është për të tëra fushat. Përveç normalisht të teknologjitë që janë të reja, po themi, përveç këtyre, në fushat e tjera, histori, ekonomi, art, kulturë, gazetari, pa njohur të kaluarën, nuk e për të bërë diçka me vlerë ose shënjuese ose që të lëri gjurmë të madhe. Aq më tepër pastaj kur flasim për shëndetin mendor të miliona njerëzve. Edhe pra që edhe pra të njëjtë gjë. Edhe duhet të mos shikon, ne kemi disa gjëra që janë kulturore që janë edhe të mira dhe të këqija, domethënë, por në këtë rast mendoj që është e keqe, një problem i madh domethënë që kanë personat në vende shumë të errta psikologjike, domethënë, është stigma që apo bëhet me të tjetër, apo se është çmendur ka ikur, po merr kokra, po bën këtë, domethënë. Ne stigëm kemi për çdo lloj gjëje dhe për çdo njeri jam i sigurt që ekziston një person që ju mendon juve dhe ju paragjykon juve për diçka, për X gjë. Kur do gjykohesh nga njerëzit, sepse njerëzit janë njerëz. Pra, jepi një arsye. Jepi një arsye. Dhe mos ke frikë për këtë lloj gjëje. Kaq. Po edhe janë dhe shiko, stigma ka nga të dy anët. Po sot nuk ka nevojë të dalësh tash nuk ka nevojë të dalin gjithë në publik dhe të thonë kam probleme të shëndetit mendor apo kam këtë hallë dhe nuk di se si të menaxhoj jetën time. Nuk ka nevojë të ndodhi në mënyrë publike e tëra këto. Njerëzit duke u edukuar, unë përmes Google-it kam rregulluar shumë probleme në jetën time edhe kam bërë dhe shumë dëme në jetën time. Futu në Google dhe mëso të edukohu mbi gjërat që lidhen me ty, mos e përdor internetin thjesht për argëtime dhe për gjëra jo të dobishme. Mëso ta përdorësh të vegël që ke për ditë telefonin, internetin, celularin, kompjuterin, drejtë shejtan, në të mirën tënde më valla, kaq, është shumë e thjeshtë. Bëj research të vetes tënde. Njeriu e ka dy parë më që do futet atje, do kërkojë zëm literaturë ose video shpjeguese rreth X simptome të ankthit, depresionit, stresit e tjerë. Personi do të shikojë me një lloj kureshtje atë gjë dhe me një lloj thellësie. Po mendoj që shiko, në fakt në njerëzve nuk është se intereson shumë se çfarë po ndodh me ty, domethënë, po mendoj që kjo është ti ja imponon vetes, domethënë që po sikur ta marrë vesh tjetri çfarë ndodh, domethënë, po çfarë do të thosh që më bën shumë përshtypje se me gjërat që anojnë nga ana hedoniste, domethënë, edhe pse ka paragjykime njerëzit i bëjnë, e kupton? Kur ke tatuazhe je drogaxhi, po njerëzit i bëjnë. Kur vetë në strip club domethënë je i përdal, po njerëzit vën. E ke parasysh, po kur bën seks para martesës, ku dëgjon çfarë janë këto të gjitha të tjera, ti prapë bën. Domethënë, me gjërat që t'i japin kënaqësi në kohë të shkurtër, domethënë nuk kemi problem të stigmatizohemi me drogë, kokainë, bar, ku dëgjon, alkool, që piun, cigare. Parasysh, ka stigma sa duash, domethënë, po nuk jemi okay me këto, kurse këto gjëra të tjera që janë edhe më të vështira, janë edhe pak më afatgjata, që nuk ja shef frytet nga sot nesër, po i do minimumi një javë, 2 javë që ti vshtjellësh pllumat prap, e kupton? Me këto gjëra pastaj mendoj se ne ja bëjmë vetes valla, se jo domosdoshmërisht ai komshiu im, ai kush e di ç'a hallesh ka vetë valla. E kupton, imagjino të dalë ai nga shtëpia dhe gjëja e parë që do bëj ai apo e kupton tash ti. Kjo është pastaj egoizëm i njeriu që mendon që të gjithë janë duke menduar për ty të njëjtën kohë dhe po rrotullohet. Jo, nuk spotlight syndrome domethënë, duket sikur çdo gjë është e fiksuar tek ti. Nuk është. Mos u bëni aq paranojak, nuk po mendon, pothuaj sa askush, sidomos për meshkujt. Okej, ndonjë femër po që mund të jemi duke e parë meshkuj për arsye seksuale dhe objektivizuese, po edhe për atë nuk është se po mendojmë se çka ka bërë kjo dhe çka s'ka bërë kjo. Për meshkujt akoma më pakët kjo vëmendja, ë? Normalisht, është shumë e thjeshtë. Ti vetëm në dy mendje do jesh gjithmonë. Në para fare, pak sipas mendjes time. Je të Zotit, je gjithmonë në mendjen e tij dhe të nënës. Të tjerat pastaj janë tjetër. Po, edhe kjo hierarkia e vlerave duhet. Bravo, kjo është hierarki. Do jesh ke Zotin, ke prindrit, ke krijon një hierarki të vlerave të tua, gjërave që gjithë të tjerat nuk kanë kohë me ty. Në momentin e parë që ti del nga rrethi i parë i gjakut, domethënë, bie interesi dhe vëmendja ndaj teje në mënyrë kategorike plak, nuk intereson njeriu fare çfarë bën, kupton, nuk je showbiz. Nuk intereson, po edhe të ballesh dhe me tradhti direkte, më ka njerëz që kanë qenë shok të ngushtë, i kanë vendosur shoqërisë një vlerë jashtëzakonisht shumë të madhe dhe janë zhgënjur nga ajo në fund e ka dalë pastaj që vetëm prindrit edhe Zoti vlen.
që du dalë edhe njeriu çik të ndrojë dhe lëkur her pas here, ëh. Nuk po them shkëpulluri nga shoqëria, mos jeni njerëz sociale etj, po them ato që është e vërtetë që ka një hierarki të gjërave. Ore, se mbase vletet të theksohen se ne mund të kemi edhe fat deri diku, domethënë me familje, mund të ketë persona domethënë që nuk kanë familjen e mirë apo. Nuk po themi që shiko, prandaj neve ju themi që nuk ka një zgjidhje shabllon për gjithë secilin. Prandaj është rrugëtim, prandaj gjithë secili duhet të shohë gjërat me detaje, domethënë se ashtu merrem në një paracetamol edhe ai natën e mirë. Bashkë mirupafshim edicionin tjetër. Po ka tash, kupton? Do ta shohësh vetë çfarë pozicioni je, domethënë ku do të vesh dhe çfarë të pengojnë. E kupton? Pastaj duhet edhe të bësh disa gjëra. Prandaj unë mendoj domethënë që nuk e di se çfarë do ndodhi 3-4 breza më vonë, po në këtë periudhë, në brezin tim, pak më sipër edhe pak më poshtë bashkuar, mendoj që kjo bullizimi i vetes funksionon në mënyrë është shumë surreale kur e mendon, por që nëse ke problem të bësh diçka, domethënë që u bubuja, u bubu çfarë do, bëj thjesht bëje një plak, e kupton? Edhe s'ka gjë, edhe ndihesh keq, edhe po të ndjeve turp, nuk ka gjë. Edhe kur të kaloj turpi do e kuptosh që sa budallak e qenë që vërtet e mendoje në atë lloj mënyre, domethënë sikur do mbaronte jeta jote se the diçka të gabuar në podcast e Buçi apo te Beziandi apo te TVSH-ja apo kështu. Tash e kupton tash ti? Nothing really matters, domethënë në këtë rrafsh, në këtë lloj dimension nothing matters plak. Pastaj në dimensionet e tjera it really matters. Ja t'jap në shembullin më të keq të mundshëm. Literalisht ka njerëz që gënjejnë edhe vjedhin për ditë dhe flen gjumë mirë. I themi politikanë këtu, e ke parasysh. Kur këta persona vazhdojnë akoma jetojnë, janë në gjendje mirë. Çfarë do mendojnë për ty, që je thjesht duke kërkuar zgjidhje për hallet e tua personale. Vishi breket, vë çoraket dhe kpucët edhe dil për jashtë, shikoj jetën tash. Nuk ecet robi me frikë, po nuk jetohet për tjetrin. Është e pamundur. Marmiku im, unë them me këtë fund intensiv ta mbyllim këtë bisedën tonë. Unë të falenderoj zakonisht shumë që gjithë kohën të bisedosh. Gjithmonë një kënaqësi. Edhe të shpresoj që edhe të shpeshtojmë mos të kemi kaq larg episodet ndaj njëri tjetrit se Okej, ta them pas kameras të. Njerëz, ky episod ka dalë në Patreon përpara se juve ta shihni në YouTube dhe në Spotify. Do më bësh shumë qefin nëse do abonohesh në Patreon, por në qoftë se e ndjeni dhe shikoni të arsyeshme dhe donacione si në këto platformat si Buy Me Coffee, PayPal etj. Më kryesorja që vazhdon të mbetet shumë e rëndësishme për mua, për Buçi Podcast si platformë, për gjitha mesazhet që unë dua të përcjell është vizibiliteti dhe pavarësisht se të mira janë ato një kafe apo dy kafe, më rëndësishme është vërtet domethënë që të bëni një like, të komentoni, ta shpërndani me miqtë tuaj, jo për të rritur egon time. Unë nuk e marr veten seriozisht fare, nuk mendoj se ka një rëndësi shumë të madhe, po në qoftë se mendojnë që është diçka e bukur, që ka diçka që ja vlen, domethënë për ta bërë më të vlefshme edhe për të arritur të ndryshojmë në diçka, se ne mund të flasim edhe 5 orë tjera për njëjtat gjëra, domethënë. Por në qoftë se nuk masivizohet e gjitha, domethënë është pak e vështirë, por jo e pamundur. Kështu që deri herën tjetër, falenderoj që ishit me mua dhe bashkëmirë dukofshim, do thosha, nuk e di nga më erdhi, bashkëmirë pashim edicionin tjetër. Dario, gjithë mirat. Gjithë mirat. Shumë faleminderit. Natë. Buçim në bu, CHI, bu, CHI, në podcast.